Aktualisht, Glauku njoft se është njeri më i rrezikshëm i politikës Kosovës, i cili me shumë mjeshtri, unë kam shumë respekt për babën e tij, si ka qenë vëllezërit e mi në Burg, me shumë mjeshtri i shërben narrativës së Serbisë në Kosovë, duke u fshif mas babës tij. Deri në atë shkallë sa del Lura Çitaki thot veç Glauki është njeri më i rrezikshëm. Ku është Glauki që nuk u prononcue për deklaratat e atij shkafit ose atij shpionit Serbisë në kuvend. Dhe i bën do veprime, domethënë që faktikisht ja zgjatin jetën Albin Kurtit, kashi domethënë njerëzve të manipuluar dhe atyne që ju kanë nalën domethënë ora në vitin 1999. Situata pe krahason aq të rëndësishme, aq me peshë, aq të ndjeshme, sikur s'po bëj një paralele sikur kur jeni kryengrit për gati për aty në kuvend për fat keq deputet kanë qenë do fëmijë atë ditë. Ishin do fëmijë që shtu. Edhe çka ta merr mendja ti shikon do tjerë, s'po them unë. A kish mujtën ai me pall si gomari në kuvend? A kish mujt me pall, pa kish mujtën me dal pe kuvendit? Me qenë se të kom studio, po ti kishe qenë ti në kuvend. Jo, unë s'po them për veti, po ka edhe shumë burra tjerë të cilët fatkeqësisht nuk janë në kuvend për shkak të luftës speciale që është bën ndaj tyre nga Serbia dhe Albini, edhe që kanë metën domthon jashtë kësaj legjislature, po që nuk përjashtohet mundësia që në zgjedhjet që pritet muajtën në nëntor ose në fillim dhjetorit mu rikthye edhe një herë në kuvend për me qitë në binare këtë shtet. Sepse, mos të harrojmë, tashmë jemi me një situatë ku policia e shtetit është e kapur, drejtësia është e kapur, ushtria është pa 5 general, edhe pse domethënë ka kuadra, domethënë ka shumë vende vakante. Gjykata kushtetuese del jashtë funksionit domethënë në janar. President nuk kemi, kryeministër nuk kemi, kryetar parlamentit nuk kemi. Unë nuk e di a ka situatë më alarmante se kjo që është. Dhe peri përsëris, po u fikën dritat 24 orë. Kush çka bën në këtë vend? Kush merr vendime? Dhe mendoj se është thirrja e fundit për vedisim të ata që kanë trunë dhe që janë argat Serbisë në Kosovë. Nuk ka thirrje ndaj tyne, po te këta që janë njerëz normal dhe i thojnë vetit shqiptar, është momenti i fundit për mu vedisu dhe Kosovën me shiqu me dioptrinë e tyre, jo me dioptrinë që ja rezervon sekti i Albin Kurtit dhe propaganda e Beogradit. Zoti Berisha, Kosova me gjas po shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme. Partia Zotit Kurti në vështrimin që ka opozita nuk është treguar dashamirëse e një procesi që prodhon dialog, koalicion e marrëveshje. Partia Kurti sipas tyre po kërkon nënshtrim. Dhe që vendet shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme duhet një klimë stabile, normale politike. Nëse shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme, cilat janë shqetësimet që mund t'i ndanim mbi këtë proces? Po kretë që ata që fola janë shqetësime cilët domethënë po më preokupojnë si qytetari i këtij vendit, edhe fatkeqësisht ky vend, siç thash, që apo me munde sakrificë, po rrsheten domethënë drejt një anarkie. A mund dikush me imagjinu, duke nis nga ne të dytë në studio, se në zgjedhjet eventuale që priten më majt në vjesht, mundet çdo gjë më konën prefekt siç ka qenë deri tash. Sepse Serbia dhe aleatët e saj, bashkë me bashkëpunëtorët e tyre në Kosovë, e ka krijuar klimën e cila i duhet, domethënë për destabilizimin e Kosovës. Dhe simptomat e këtij destabilizimi u pan domethënë para 2 dite në kuvendin e Kosovës, e cila domethënë dol në sipërfaqe, përndryshe ka kohë që nën tepi ekziston kjo atmosferë. Sepse sot, siç e kanë thënë edhe shumë kolegë të mi, në shumë studio televizive, kemi acarim të marrëdhënieve
ndërshoqërore, ndërfamiljare, deri në shkallë sa që nuk flasin. Domthon, asisoj e ka sjell klimën në këtë vend që njëri me tjetrin mu shiqu si armik për shkak të bindjeve politike, jo si kundërshtar. Dhe kjo domethënë është shumë e rrezikshme dhe në një atmosferë elektorale domethënë mund me pasën pasoja eksploduese. Situata është në tetë duke shku po flet nga ajo përvojë që po i referohesh disa herë, vetëm 24 orë të viken dritat nga ajo periudha e trazirave të marsit në Shqipëri. Shiqo, unë thash po flas nga përvoja se ka qytetarë në Kosovë të cilët kanë përjetime edhe më të gjata për shkak të moshës, edhe më të rënda, edhe provojë më të mëdha se unë, po sido që të jetë i përkas gjeneratës që kemi kalu disa sfida, dhe nuk po kem qef që Kosova mu gjend në ato situata përsëri, sepse kogja njerëz jenë sakrifiku, kogja kanë dhënë mund për me ardhen deri te kjo ditë dhe sot me rrshit mrapa është më shumë se e papranueshme. Unë i përkas gjeneratës të krijimit të klimave të caktume politike të sigurisë, adi pe thënë me terma pak ma të butë, sepse në 93-ën kur e kom sulmu stacionin e policisë, domethënë ka qenë një klimë e tillë e krijuar në Kosovë, saqë shqiptarët, një numër i madh i qytetarëve që sot janë në strehën e Albin Kurtit, i kanë servil edhe vazal të regjimit deri në atë shkallë, saqë një milicë i Serbisë me kalue këtë lagje u çojken në kom. Dhe kjo ishte qaq e papranueshme, ishte periudha e luftës në Bosnë dhe në Kroaci, e në anën tjetër serbët lokal në Kosovë u armatoshin në stacionet policisë, dilshin për stacionet policisë me Kalashnikov, me bombe, shkojshin në shtëpi. Ndërsa shqiptarët filluan pas atyre protestave që i organizoi Orllok Goroni, që ke një farë distancimi midis shqiptarëve dhe regjimit, filluan dal nga dal mu nënshtrue, mu pajtue me jetu qytetarë të rendit dytë. U desh na disa të ri që shtot një fjalë popullore me marrë shpinë me qitë në kerë, edhe me janë nisë kësaj pune se për nëryshe domethënë këtë e në fshin historia. Imagjinoni që sot, 26 vjetë mas luftës, ka njerë kur menoj, jo veç unë, po besoj edhe shumë të tjerë si une, më duket që ndër jemi, është e mundshme që Kosova është këtu ku është pa Serbinë. Vetëm pak t'i zhvonume UÇK-ja. Domthon e ka zonë orën e historisë 5 minuta në 12. Vetëm kishë ndodhë viti 2000 dhe mos kishë ndodhën lufta UÇK-s dhe ajo që ka ndodhur në Kosovë, të ndodhte ajo që ndodhi në New York, politika amerikane sa kishë mujt me pas domthon në prioritet Kosovën edhe Ballkanin. Dhe këto gjona askush s'pi mendon. Dhe ne pa Amerikanët në rand parë, po edhe një pjesë qyteteve të Evropës, ende sot mund nër Serbi po mund të ishim disa prej neve nëse kishna me gjallë kaçak kështu si Azembeta në përmale. Edhe ky bashkëdyzim i angazhimit të luftës UÇK-s dhe aleatëve të NATO-s ka qenë në produkti njerëzve që kanë pas vizion në atë kohë. Pa anashkaluar edhe politikën parsore e cila sot që ka dhënë ndonjë rezultat, po është paku ka bënë një sensibilizim të çështjes. Dhe sot kur ke parasysh disa djemë të ri të moshës 27 vjeçare, 30-31 vjeçare sa kemi qenë, kanë marrë në dorë fatin e një vendi që ishte në tim e në flakë të Serbisë, edhe me udhëheqjen drejt negociatave me diplomacinë botërore të kohës në Rambuje dhe me pas sukses. Dhe sot ato njerëz paguajnë çmimin e lirisë, gjenden padrejtësisht të kintapum në një organ politik i cili thirret si gjykate e drejtësisë,
dhe duke izoluar një pjesë të tyre, duke i etiketuar pjesën tjetër që jemi këtu, domthon ju ka dhënë mundësia Serbisë përmes njerëzve të tyne nën embrellën e Albin Kurtit, domthon me sjell Kosovën në pikpyetje. Por sido që të jetë, ne duhet një gjë ta kuptojmë, sepse shpesh i përdorin këto brigadat bolshevike të rrjeteve sociale edhe deklaratat e mia lidhur deklaratat e kohës të politikës ditore me Hashimin edhe të tjerët. Ne vërtet nuk jemi pajtuar komon si edhe në të ardhmen, mos më pajtuar për politika të caktuara në Kosovë, ama Kosovën e kemi të përbashkët. Domthon Kosova është e përbashkët. Ne mos më pajtuar që në arsim më kon 10 milion, po duhet më kon 20 milion, ose në shëndetësi, edhe mu gjujt me fjalë. Mirë po Kosova është atë lloju ynë i përbashkët që s'na don asgjë. Shihesh në emocionet e kësa flet për atë periudhë kohe. Unë Kosovën nuk e kam domethënë të dëgjuar me televizor, as lexuar në lajme. Unë dhe qindra familje si unë e kemi të përjetuar. Prandaj nuk është lehtë, domethënë gjithë ajo sakrifica i mund i gjeneratave të tëra. I gjeneratave të tëra me ardhen më vonë pikpyetje nga disa infantil politik që bojnë argatin e Serbisë në Kosovë.